A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun azza wa jalla falenderojmë, përshëndetje për zemër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja dërgojmë dhe çdo muslimani që ecë pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me shpjegimin e librit Mburoja e muslimanit. Kemi arritë te tema 130, ku autori flet për mirësinë që kemi kur i bëjmë disa prej llojeve të dhikrit. Ky ka filluar prej fjalës subhanallahu, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Faktikisht çdo fjalë janë përmend në për këto hadithe që i ka përmend autori në këtë libër. Në realitet ka shumë hadithe që i ka përmend autori në këtë libër. Na do të dëmon për vlerën e fjalëve alhamdulillah, allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Po na do të mundohemi që sonte të marrim disa prej këtyre haditheve dhe inshallah javën tjetër pjesa tjetër që ka mbetë për kësaj teme. Hadithi i parë që ka sjellë autori thotë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush thot subhanallahu wa bihamdihi do t'i fshihen gjunohet qofshin edhe sa shkuma e detit. Normalisht këto përkthyesit me siguri e kanë harru, për arsye se shpreha e hadithit është kush thot subhanallahu wa bihamdihi 100 herë gjatë ditës. Që shpreha 100 herë gjatë ditës është harru në përkthim. Subhanallah kena përmend disa herë në përshpjegimet e mburojës, që është për qëllim me e pastru Allahun azza wa jall nga çdo emet, me ja dediku Zotit çdo cilësi të përsosmërisë që i përket atij dhe me pastru nga çdo cilësi emet që ka mundësi me u përshkru Zotit. Dhe kjo është njëra prej formave, domethënë që Zoti e përmend edhe në Kur'an shpesh, fjalën subhanallah, domethënë subhanalladhi asra bi 'abdihi, i lartësuar nga çdo tmet qoftë ai i cili e ka ngrit robën e tij në qiellin që ka shku pejgamberi sa në Mi'raj, edhe Isra dhe Mi'raj. Kjo është domethënë kuptimi i fjalës subhanallah, kurse bihamdihi kena përmend edhe për këtë, domethënë se na ka rënë disa raste mi përmend këtë shprehje në shpjegimin e librit. Bihamdihi ka thonë dietar, domethënë faktikisht dy kuptime e ka thonë kësaj pjesës dytë, domethënë e lartësoj Zotin, e zhveshi nga çdo emet, dhe për këtë arsye Zoti im e meriton falënderimin. Për arsye se ka një pozitë shumë të lartë. Dhe për këtë arsye Zoti im e meriton falënderimin. Kurse kuptimi i dytë në lidhje me këto dy fjalë së bashku thonë dietarët e lartësoj Allahun nga çdo emet, dhe Zoti për arsye se po ma jep mu këtë mundësi me lartësu atë çu dohet, me zhvesh pejt metave e meriton falënderimin. Në kjo lidhet edhe me tema tjera që Zoti domthonjë ja lehtëson robit përmendjen e tij. Ja mundson përmendjen e tij. Edhe në gjuhën e robit përmendja e Zotit tani bëhet e lehtë. Kjo është vetëm Zoti nëse ja lehtëson dikujt, dhe për këtë arsye robi e falënderon Allahun që ja ka mundsuar atij me falënderu atë. Shas edhe duaja që edhe këtë dua kemi shpjeguar gjatë kur e kryjnë namazin, Allahumma a'inni ala dhikrike wa shukrike wa husni ibadetik. O Zot, ma lehtëso, ma mundso mu, m'jep forcë me të përmend, me të falënderu dhe me të adhuru ç'është dohet, tamam ç'është dohet. Dhe kjo është lutje ndaj Zotit me t'i lehtësu punët e mira. Thot autori, gjatë ditës, 100 herë gjatë ditës. Fi yawmin. Ka mënyrë të pashquar, kjo shpreha fi yawmin, kanë thonë dietarët, do me thonë gjatë gjithë ditës. Nuk është të precizuar. Mundesh me thonë sabah, mundesh me thonë drek, mundesh me thonë naksham, mundesh me thonë gjatë gjithë ditës që e përfshin dita. Dhe zakonisht kur cekët në për hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dita hen edhe nata. Në këtë rast dietarët kanë thonë, në këtë rast ditë ka për qëllim deri kur të vinë njëri me fjet. Edhe pse pastaj fillon dita, po për arsye se kjo është e koha kur njeri zakonisht është i angazhuar me jetën e tij e kësaj dite. Pej kur lind dielli, qohet me punu, andej këndej derisa të vinë me fjet. Andaj kur do që në çet kohë e thu 100 herë çet lutje subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi, vetëm që subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, vetëm që lutje nëse e thu e merr çet shpërblimin e madh.
që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. 100 herë ka thonë dietarët, qoftë kur e thu me një mezhlis, me një vend, janë nisë me thonë subhanallahu bihamdi, subhanallahu bihamdi, subhanallahu bihamdi, subhanallahu bihamdi, qoftë e thu pjesë. Një herë një pjesë, një herë një pjesë, një herë një pjesë. Dhe domthon koha ose mënyra që na e them këtë dhikr normalisht është shumë e shkurtë. Po sa për njerëzve thonë këtë dhikr, Allahu alem. Që kjo është ajo pointa. Domthon me marrë me këshyr kush e thot pak si domthon më mesatarisht, ndoshta krejt që kjo i merr 4-5 minuta. Edhe pse një dietar tha 17 minuta i merr, por 17 minuta Allahu alem çfarë meditimi gjatë këtij dhikrit e ka bëu ai dietari. Pse 17 minuta është për 100 herë shumë gat. Po këtë varet pe gjendjes njerit. E tash me thonë në mënyrë mesatare na i merr 4 minuta, 3 minuta, 4 minuta, 5 minuta maksimum, mas 5 minuta nuk shkon. Edhe megjithatë domthon shumica e njerëzve që na ka ndodhur dhe me bë mohabet, po edhe na në pjesë të asojna, shpesh herë harrojmë me thon këtë dhikr, i cili është kaq i shkurt na të shkuën punë e thue, janë 100 herë bën 1000 herë. Subhanallah. Thot pejgamberi sa i do t'i fshihen gjinohet qofshin edhe sa shkuma e detit. Shkuma e detit ka ardhur, kanë thonë dietarët në hadith, për me tregu që gjinohet me qenë kumedica të mëdha, që shqohet shkuma e detit kur të vinë dallgët e detit që qohet shumë, qashtu ka mundësi me qenë gjinohet e robit dhe qashtu ka mundësi që ky dhikr i vogël me fshi gjinohet. Veç se dietarët e diskutojnë, siç ka thonë edhe Imam Newawi rahimahullah, që a i fshin gjitha gjinohet apo i fshin vetëm gjinohet e vogla. Shumica absolute dietarëve thonë që i fshin vetëm gjinohet e vogla. Për arsye se një rregull në sheriat që është për gjinohet e mëdha është se për gjinohet e mëdha duhet me pasën pendim special. Gjinohet e mëdha nuk fshihen ndryshe vetëm se me pendim special. Domthon e ke bënë gjinat madh çohesh e pendosh te Allahu po çat gjina në mënyrë speciale. Pendimi ka mundësi të gjinohet e mëdha. Kurse këto dhikrat që përmendën këtu edhe në hadithe të tjera që i dëgjoni, kanë thonë dietarët i fshin gjinohet e vogla. Kanë thonë siç e përmend Imam Newawi, vetëm nëse robin çat moment Zoti ja ka fshi, i ka fshi me gjinohet e vogla. E thotë që dhikr dhe i ka fshi me gjinohet e vogla, ka thonë shpresoj që do t'i lehtësohen gjinohet e mëdha, nëse ka gjinohet e mëdha. Nuk i fshihen këtë me që dhikr, po do t'i lehtësohen. Dhe po ashtu ky dhikr nuk i fshin gjinohet të cilat janë hak ndaj njerëzve në këtë dynjë. Për shembull, nëse dikun e ke bëu pa drejt, ja ke marrë një hak tina, ndaj pasuri, ndaj diçka, ky gjëna nuk ta fshin lidhjen hakin që e ke ndaj robërve. Kurse gjëna që ke bëu ndaj Allahut azh, ke kshir diçka haram, ke fol ndaj fjalë që s'u ka ndesh me fol, ke vepruar diçka jo ndaj dikujt apo në vetveten tonë diçka haram, atëherë nëse janë gjëna të vogla, ky dhikr i fshin. Dhe për këtë arsye Ibn Abdul Barri rahimahullah, dietarëve të mëdhtë të Islamit që ka jetuar në shekullin e 4 pe Endelusit, ka thonë hadith më të mirë për vlerën e dhikrit se që nuk ka. Shumë i vogël, gjithë këtë problem. Shumë i vogël, gjithë këtë problem. Hadithi tjetër, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush thot 10 herë, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ai person ka problem si ai që i liron nga skllavëria 4 vet prej pasardhësve të Ismailit alayhis salam. 4 vet prej pasardhësve të Ismailit. Kush e thot këtë lutje, këtë dhikr që edhe këta e kena shpjeguar, na ka rënë shpjeguar këtë libër disa herë. Faktikisht është e para është tauhid, e dyta është largim ose distancim nga shirku, ndaj Allahut azh, nga urtakëria. Pastaj është po ashtu tauhid që vetëm atij Allahut i takon sundimi, vetëm atij i takon falënderimi dhe ai është i plotfuqishëm për çdo gjë. Këto duat janë tauhid, këto duat janë njohuri ndaj Zotit. Amo disa janë më speciale dhe kjo i përmbledh edhe distancim nga politeizmi, edhe mbështetjen në Allahun, edhe njohurinë e saktë ndaj tij, si dhe falënderimin e tij për gjithë të mirat që ti ka dhuruar ty, qoftë edhe besimin që e ke.
Çfarë shpërblimi ka? Ka shpërblim ai person që thotë këtë dua sikur ai që i liron 4 sklavër nga pasazhet e Ismailit alayhis salam. Në hadith ka Ismaili alayhis salam, për arsye se është gjeneza e arabëve, Ismaili alayhis salam. Dhe ka qenë familje pejgamberëve. Ismaili, Ibrahimi, Ishaku, të krejt kanë qenë pejgamber. Andaj edhe kanë qenë njerëz më të ndershëm. E sikur ata familja e tina të kishin ra rob, atëherë lirimi i këtyre robëve kishte qenë vlerë speciale ndaj vlerës normale që e ka me lirimin e robëve. Se ju e dini që në hadithe edhe në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në shumë vepra pejgamberi sallallahu ka treguar që kush e bën çet vepër i bën sikur me liru një rob. Ose kush e liron një rob, kush me bën një gjëna, do të me liru një rob. Dhe Allahu përmend disa dispozita në Kur'an. Për arsye që lirimi i robërve dhe dhënia e drejtësisë kur janë ato rob të dikush ka vlerë të madhe në Islam. Edhe për këtë arsye ka nxitë edhe Allahu në shumë dispozita edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jall kur e përmend lirimin e robëve në Kur'an në falaq tahamal aqaba. Që thot: "Wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba." Thot sikur ai person sikur t'ja kishim mësy rrugës të vështirë. Cila kjo rrugë e vështirë? Rruga e rëndë, që ka thonë Ibn Qayyim rahimahullah, kjo rrugë e vështirë është e cila nëse robi arrin me të i kalu, e ka siguru rrugën për në xhenet. Cila është një pikë këtyre pika që e ka cekë Allahu pastaj? Cila kjo rrugë e vështirë o Zot? Ka thonë me liru një rob. Unë ka përmend një prej mënyrave e rrugëve që çon në xhenet, me liru një rob. Ose me ushqy një jetim, një të varfër. Një jetim ose një të varfër, i cili nuk ka pasuri. Gjitha këto, domethënë janë mënyra për me arrit te Allahu azza wa jall te rruga e cila çon drejt për të xhenet. E pejgamberi vetëm për këtë dhikr, po thotë e ka vlerën, e ka shpërblimin sikur me liru 4 robër. Unë Allahu për një rob me liru, pe kallzon që ai person që arrin me liru një rob, kush ka rob, normalisht tash nuk ka, por kur ka pas marrët, një person që arrin me liru një rob është ja ka mësy rrugës tron. Nëse arrin me të kalu çet rrugë me liru robin, ka dalë selamet. Shtojmë te na. Është çfarë problemi i madh sa që ky person përgëzohet me xhenet. E ai që liron 4 robër, normalisht problemi hala më i madh. Po ai që liron pe një familjes ndershme të pejgamberëve, një familje speciale, hala më shumë shtohet problemi. E ky është vetëm me çet dhikr. Që kish problem arrihet vetëm me çet dhikr. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hadithi i tretë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, këtë hadith dy fjalë janë të lehta për të shqiptuar me gjuhë, të rënda në peshore dhe të dashura tek mëshiruesi. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Në hadithin e keni dëgjuar kelimetani khafifetani ala lisan, thaqilatani fil mizan, khafifetani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirrahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Hadith shumë i vogël, edhe pejgamberi sa na përgëzon me këtë fjalë, që janë shumë të vogla, por kanë shumë peshë te Allahu azza wa jall. Imam Buhariu, Allah i mëshiroft, librin e tij Sahih al-Buhari ka përfunduar me këtë hadith. Edhe dietar të tjerë domthonë e kanë marrë këtë hadith si bereqet, që punë që e kena bo të madhe, dhikri Allahu tha shumë më i madh se çka e kena vepru. Edhe Ibn Hajar rahimahullah në Bulughul Maram, edhe ka dietar që e kanë veçu që hadith me komentim. Edhe pse është i shkurt. Çka ka thënë pejgamberi? Dy fjalë janë të lehta për të shqiptuar me gjuhë. Shumë lehtë. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Fjalë të lehta, të buta. Domthonë jo trona. Nuk ka fjalë gjuhë arabe ju e dini, ka disa peshkonja janë trona. Do të me shtringu gojën, do të për me thonë, ku me çto dy fjalë, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Lehtë në gjuhë. Dhe këta ka garantuar pejgamberi me dash si lloj para përgatitje për me përgatit njerin që me prit këtë lajm tash ka vjen me gzim. Pse? Se ku ka e lehtë. Khafifetani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Po janë trona në peshojët e Allahut. Janë të lehta në gjuhë, po janë trona të Allahut.
Dhe kjo është më rëndësi për muslimanët, mi këshiu çysh i mat Allahu punt. Ju çish i matim na. Se na kanë njerëz thonë se kjo është e thjeshtë, s'ka rëndësi kjo. Nuk është ashtu meselja. Në është shumë e thjeshtë në mendjen tonë, te Allahu ka vlerë të madhe. Edhe dhikria shumë i thjeshtë, që për shembull subhanallahu bihamdihi subhanallahu alazim, shumë i thjeshtë. A mu pejgamberi sa po tregon se te Allahun peshojnë ditën e Kiametit kur dish para Allahut, këto peshojnë shumë. Këto peshojnë shumë rënd. Përveç që peshojnë shumë rënd, ka thonë pejgamberi sa habibetani lirrahman. Janë dashura te Allahu. Kur e thot robi që dhikr, e din që Allahu e don që dhikr. Kur e don që dhikr, e don edhe ata që e thot. Dhe kur robi munohet me shku rreth gjërave që e don Allahu azza wa jall, e fiton dashurinë e Allahut. Dhe Allahu nëse ta mundson me thon këtë dhikr, faktikisht ta ka dhënë një shej që Allahu don ty. Pse? Kush e din pse Allahu? Nëse ta mundson me thonë që dhikr, ta ka dhënë një shaj që ai ty don. Jo që ti e don ata, ai që ai ty don. A din dikush? Lidhet me një ajet. Në Kur'an. Më do që, okay. Allahu kur e përmend për shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çka thot? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. I don ata dhe ata e don Allah. Po Allahu e ka paraprit dashurinë e tij para se me thonë ata e dojnë Allahun. Ka thonë një dietar, ka thonë jam çudit. Jam çudit kur e kam dëgju këtë ajet. Se në mënyrë normale robi duhet me dashur Allahun, por Allahu me dashur tani robin. Po Allahu e don robin dhe nëse Allahu e don robin, ja mundson robit me dashur Allahun. Domthon lidhja fillon pe Allahut. E nëse Allahu ta lehtëson që dhikr me thon, kjo është që Allahu ka dashur. E pastaj dashuria e robit ndaj Zotit duhet me qenë e papërshkrueshme. S'monet me kallëzu. E çysh vret ajo vrehet në vepra. Në vepra edhe në fjalë, po sidomos në vepra e sheh robi jetën e vet kujt apo jep përparësi. Apo jep përparësi Allahut, apo jep përparësi gjërave tjera. Se çata që e don, çatina, domthonjë çatina mundosh me net got, çatina mundosh me shku për shtati. Për këtë arsye poeti thot innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Tarju najata wa lam tasluk sabilaha. Inna as-safinata la tajri fi al-yabsi. Pe shpreson shpëtimin, por nuk po hec rrugën e shpëtimit. Ania nuk ec në zall, ajo duhet me ec në rrugë, në ujë. Nëse don me hec ania, duhet me qit në ujë. Çështu është edhe dashuria ndaj Allahut azza wa jall. Nëse për një pretendon se e don Allahun azza wa jall, atëherë duhet më dhon përparësi dashurisë Allahut ndaj gjërave tjera. Pejgamberi sa po tregon për këtë dhikr të vogël, e cila e shton dashurinë e Allahut ndaj robit. Nëse e vepron robi arrin këtë pozitë madhe. Dhe i peshorën ditën e Kiametit kam i peshuron. Te peshorja vetëm edhe këtë pëndon edhe pe kalet e hadithit tjetër, te peshorja dietarët kanë thonë që dietarët e Sunetit përmes këtij hadithi kanë treguar se peshorja është hakikat. Është e saktë, është e vërtetë, është reale. Nuk është diçka që domthon ka diçka një lloj drejtësie, një lloj diçka që Allah e ka thujt peshore. Ja. Peshorja është tamam çka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Është peshore me kuptimin real të fjalës. E çka peshohet në peshore? Çka peshohet në peshore? A din dikush? Çka peshon në peshore ditën e Kiametit? Veprat. Tjetër? Njeriu. Tjetër? Po dhe vepra, veprat, njeriu, këtë këto janë vepra. Vepra janë krejt, çka bën njeri. Qofshin të mira, qofshin të këqija. Pastaj jashtë njeri vetë peshohet ditën e Kiametit. So është rënë me punë të mira. E treta, ku ju kanë shkruar veprat? Ja, ku ju kanë shkruar veprat? Libri. Edhe libri peshohet. Kjo është mendimi i shumicës dietarëve që këto të trija peshohen ditën e Kiametit. Jo vetëm veprat e robit. Dhe kjo është, kanë thonë dietarët, për me tregu
drejtësinë absolute të Allahut në peshim, ndamin e gjërave. S'lan kur gjapa e mat, si cilën mi Allahun në pozitën vendin e vet që e ka merituar, qoftë edhe sa grimca që ka thonë Allahu vet Kur'an, sa grimca kush ka bëu mirë e gjon te Allah. Edhe sa grimca kush ka bëu keq e gjon te Allah, pastaj mëshira e Allahut, punë tek xhia trobin nëse don i fshin kofshin ato dhe sa kodrat e mëdha. Hadithi radhës ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të them subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illa Allah, wallahu akbar. E dua më shumë se sa të kisha gjithçka që kapin rrezet e diellit. Vetëm çto fjalë. Për pejgamberin sa më kohën më të mira se krejt çka i rrok rrezet e diellit, krejt rrezet e diellit çka i rrokin dynjon. Dietar thonë as për qëllim krejt dynjaja. Vetëm që ky dhikr. Me thonë që ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është për qëllim sa krejt dynjaja. Për këtë arsye, kur e treguam dersën e kaluam pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pse ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që nganjëherë zemra jam shkujdeset, është e shkujdesme, nuk është në rregull. Pse? Dhe na treguam që pejgamberi sa nuk është pe njerëz që ka bëu gjëna, as për shtë arsye vllazni. Ky rast e kallzon. Pse? Se pejgamberi sa nuk e ka kalu kohën vetëm se ose në dhikr, ose në namaz, ose në punë të mira, ose në urdhërim për të mirë, ose në dalim nga e keqja, ose kur ka pas nevojë me pushu për trupin e vet. Edhe këtë dhikr e kallzon pejgamberi që te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që është i dërguar i Zotit, është më e mirë se këtë dynjaja. Von nuk ka mundësi me orën pyetje diçka pe të mira ose dynjaja me angazhu pejgamberin sa mbi çti dhikrit. Kurse njerëzit normalisht angazhohen edhe preokupohen me gjëra shumë thjeshta dhe Allahu na ruaj jo vetëm dhikrin, po i harrojnë edhe gjërat elementare të fesë. Ashtu edhe çështjet e bazike të fesë i harrojnë. Kur ta këshish për shka për dynjë. So vllavi, domosdoshmë so muslimani vjen domthon edhe nashti është praktikues i fesë që 10 vjet, që 20 vjet, edhe thot hoxh vallahi me mujt me gjet në far fetfaje dyqysh se nuk po më fal namazet në punë. Farzet në të fol, si në të fol për sunete ose në të fol për farze. Edhe sa vazhdon kjo, ashtu i vazhdon më vjet. A din çtu e vren so jena në gjendje me sakrifiku për Allahun azza wa jall. Çtu e vren. Për këtë arsye unë me një far kohë pa ta thon tu orç si pyetje shpeshta, e kanë hel pyetje halo matrona që e përmend njëun për tëne. Erë një vlla dhe më tha, hoqë tha, s'pëmuj më falë në punë, tha, ka mësi mi bo kaza në fund. E unë thash me sigurie pas ka punën e ronë shumë që zgudzon me ikë pe i punës as 1 minutë, apëtën. Për shka, din, thasha, punon maqina, dishka, jo, tha, punoj me shefin. Thash edhe? Tha, po s'ma me menja, tha, me po shefit të u falë. Ke shumë e ronë. Qëta unë nëherë me një hytbe para një 5-6 mujve, thash vllazni, thash dej tash kena fol për sunete, thash tash po folmi për farze. Tash nëherë pi forcojmë farzet se pas me nevojë farzet elementare për të cilat zdihet njëri a musliman as musliman. Çdo herë ti krym, që ders tani më vonë diku na shti folmi për sunet. Tash pejgamberi sa më thot këtë hadith me këtë dhikr, na domthon na jena mirë me çështje që janë tepër bazike. Hadithi radhës sot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi sa një herë tha, a nuk keni mundësi të fitoni çdo ditë nga 1000 të mira? Njëri nga ata që ishin ulur me ty e pyeti, si mund të fitosh 1000 të mira, o i dërguari i Allahut? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u përgjigj duke thënë 100 herë subhanallah, se kështu të shkruhen 1000 të mira ose të fshihen 1000 gjunohe. A mundi dikush pejgamberi sa penzit, përdoret te arabësh shprehje. As mundi bre kërkosh me boçet puna? Po bre mujm. Qëtën me mu përgadit çka është desh me thonë me këtë. As muni kur kush për juve me fitu 1000 sevapra. Po bre inshallah mujnë, po shka është ajo punë. Kallzon ai dërguari i Zotit. Vesh me thonë subhanallah 100 herë. Pse? Se shumëfishimi më i ulët te Allahu është 11. Ç'kjo më i ulti? S'ka më pak se 11. Për një sevap, për një vepër mirë merr 10 sevape minimum. Kjo më pazari më i ulët me Allahun. Pastaj 50 ve denjo. Dej 700 e ka thonë pejgamberi
pastaj mas 700-ve subhanallahu. Allahu për 100 herë që thu subhanallah, kur ti shtoj ka 10, bojnë 1000. Për këtë arsye kur e kanë pyetur sahabët se un habit ka hon haç, çka ka kjo. Pejgamberi sa më thot pastaj se kështu të shkruhen 1000 të mira ose të fshihen 1000 gjunohe. Arshik është prej hadithit ose të fshihen 1000 gjunohe, ka hon dietar ose e ka kuptimi i dytë i hadithit dhe të fshihen 1000 gjunohe. Jo vetëm 1000 sevape, po dhe të fshihen 1000 gjunohe. Ku ka një hadith tjetër që të njëjtën kohë, ai kujtohet diku në të njëjtën kohë i shtohen diku në sevapat edhe i fshihen gjunohat. Njëjtën kohë. Po, mashallah. Çdo hap. E çon hapin përpjet, e shton e merr një sevap. E çon hapin te poshtë, e fshin një gjuna. Mund njëtën kohë. Edhe ky hadith ka mundësi më kuptuar në çet aspekt sipas disa dietarëve. Hadithi i fundit thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush thot subhanallahil azim wa bihamdihi ati do t'i mbillet një pemë në xhennet. Në realitet këtu është për qëllim të ka në hadith jo pemë, po një hurme në xhennet. Ka thonë nakhle, ka në hadith, kurse kjo është ka përkthyr një pemë, ndoshta hoxhallat e kanë përkthyr në atë aspektin se që kjo është e njohur te populli. Po në realitet është përmend hurme. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e tregon shembullin e muslimanit sikur hurmja. Thotë methalul mu'min ke methali nakhle. Muslimani, shembulli i muslimanit është sikur shembulli i hurmës. Nëherë ka thonë ke methali shajara, nëherë ka kallëzu sikur një pemë, i ka frytat e mira, jep domethënë në mënyrë të vazhdueshme e kështu derisa domethënë ka pyet cila është ajo dhe shokët e pejgamberit nuk e kanë ditë. Ibn Omeri ka ditë, por kur më i vogël i ka ardhur keq, i ka ardhur marrë me fol. A ka qenë i sigurt që është për qëllim hurmja. Pse ka thonë dietarët e ka krahasuar pejgamberi sa besimtari me hurme që ndërlidhet me këtë hadith. Pse? Ka thonë Ibn Hajeri rahimahullah për arsye se hurmja është e bereqetshme në gjithë kohën e saj, edhe në gjithë objektin, në gjithë trungin e saj. Ka bereqet vazhdimisht. Hurme ndoshta janë pepemve më të veçanta, të vetmet që hahen prej kur fillon me dal. Mos me hungur edhe kur qenë vogël, edhe kur bëhet pak më e madhe, edhe kur bëhet pak, edhe na shti kur të bin këto toka ja halo ha të kënosh bile. Edhe rrojti ka dëbish. Po, tash vime të rrojt. Pastaj bërthama e hurmës përdoret për kafsh. A shumë e mirë. Arabët e blujnë bërthamën e hurmës, e hajnë edhe për veti, po ja qesin edhe kafshëve. Pastaj degët e hurmës përdorin, dami kanë përdorur arab për shtreh, për shtëpia. Edhe haxhia po edhe rrojt e hurmës janë shumë dobishme, edhe unë kam lexuar dikun që janë shumë domthonë janë edhe si ilaç për disa smuja. Ibn Hajeri thotë e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një pemë që do t'i mbillet ti personi që e thot këtë dua, subhanallahil azim wa bihamdihi, e ka krahasu me një pemë, e ka thonë që do t'i mbillet një pemë, jo një pemë, po një hurme në xhenet. Ka thonë pse? Ka thonë se çështu duhet me qenë edhe muslimani, si hurmja. E kështu po çfarë qëllimi? Domthonë duhet me qenë i bereqetshëm gjitha aspektet. Fjalën e tij, në veprën e tij, mendimin e tij, në ibadetin e tij, në familjen e tij, në rrethin e tij, mundu me qenë sa më gjithë përfshirës me punë të hajrit, punë të mira që i bën. Tamam sikur hurma që në çdo kohë, në çdo situatë është e bereqetshme për njerëzit që e vlejnë atë ose i vlejnë të mirat flytet e saj. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.